gjumi është të merë, le që është të merë, po është, unë për vetë ja kam delegu burit tim barnat e gjumit, sepse duhet një kontrol, edhe me menë saher, unë zgjohem natën, ai duhet të zgjohet me mu, edhe të bje barnat, edhe të vazhdoj gjumin, edhe më thot ke fjet vetëm 1 orë, vazhdo flej. Gjdo orë më thot ke fjet edhe 1 orë, ke fjet edhe 1 orë. Mu më duket shekull kur zgjohem natën, po e mira e zgjimit natën, ka qenë që unë natën ka mujt me shkrujt, ka qenë qetësi absolute, edhe unë kam kriju veprat në bazë të pagjumësisë. E keni shfrytzuar E kam shfrytzuar kohën, se është shumë kohë e bezdisme është. Nuk është kohë që nuk je në kontakt me njerëz, je vetëm, je fare vetëm, edhe në atë vetmit solemne, se në gjuhën angleze ka 2 fjalë për vetmi. Ka solitude edhe loneliness. Loneliness është kur je vetëm, dhe solitude është kur je vetëm me Zotin. Edhe unë jam në solitude, do me thënë jam në gjendje kur mundem të funksionoj, shkruaj, dhe atë që ka shkruaj mbetet për gjithmonë, për te kufive kohor. Pra, ende preferoni këtë pjesë, shkruani, ende për çka shkruani zakonisht në këtë pjesën? Unë shkruaj për çdo temë që na preokupon tani, por shkrimin e parë serioz që ka mbrit të publikohet, është ky libër këtu, quhet Refugees in New Haven. New Haven është një qytet në Amerikë, të cilin libër e kam shkruar në gjuhën angleze për fakultet, edhe sepse në gjatë kohës në Amerikë pata rastin edhe nderin të marrë pjesë në mësime në Universitetin e Yale-it, edhe këtu janë të përmbledhura tregimet e refugjatëve nga Vietnami, nga Kenia, nga Rumunia, nga Serbia, nga Bosnia, nga Kosova, edhe një Vietnamin e thash, po janë tregime se është shkruar para 25 vitesh. Edhe janë tregime që tregojnë se ne të gjithë jemi refugjatë. Në një mënyrë ose tjetër, ne të gjithë hikim nga një realitet. A është realiteti psiqik, a është realiteti tjetër, ne hikim nga një realitet. Ne zhvendosemi në një realitet tjetër. Dhe njëherë kur kam qenë mysafir në shkollën e djalit tim për të spjeguar për refugjatët, ata kishin nxënësat klasës 4 fillore. Si do ta kuptonin ata fjalën refugjat? Ata nuk e dinin çka do me thënë fjala refugjat. Dhe unë e nisa tregimin, ligjëratën me fjalën, sa prej jush e din ka është refugjat? Askush se çoj dorën. Sa prej jush e keni dëgju prallën për Borbardhën? Ata të gjithë e çuan dorën. Borbardha çka bënte? Po Borbardha hikte në pyll. Po pse hikte në pyll Borbardha? Kush e ndiqte atë? Kush nuk e donte atë? Dhe kështu e zbërthym konceptin e refugjatit dhe unë në fund ju thash, Borbardha ka qenë refugjatja e parë që ju e keni njoftu. Edhe në këtë mënyrë e zbërthym konceptin e refugjatit. Edhe unë mendoj se edhe sot e kësaj dite, gjithë kjo hikje në internet, gjithë kjo hikje në për lokale, kënde andej, është një lloj refugjatlëku. Ne s'po mund me gjetë paqe me vetveten. Njeriu në gjendje të kënaqur me vetvete nuk kërkon të hiq, kërkon të qëndrojë. Pra treguaj që gjithë këtë libër dhe gjithë këto shkrimet i keni bërë gjatë natës, kur nata ndoshta ka qenë shumë e gjatë për juve në atë kohë. Në përgjithësi, sa mendoni, sa keni kontakt edhe sa kanë informacion njerëzit në përgjithësi për çrregullimin e bipolaritetit? Informacion kam pak, fjala është e përhapur, evrej përdoret shumë në për filma amerikan, përdoret shpesh, por ato nuk janë tregu se sa njifët të ne sëmundja. Të ne në përgjithësi njifën sëmundjet skizofreni, psikoz, neuroz, kështu po flasë për fjalorin e përgjithshëm të njerëzve. Po në thelb, që ka do me thënë ajo, nuk ka shumë djeni për këtë. Nuk ka djeni, nuk ka ndjeshmëri. Ajo është ma e dhimbshme, që kur nuk ka djeni, nuk ka asë ndjeshmëri.